jo vetëm që kemi stagnu, por jemi kthyer pas. Vetëm ta përfundoj, jeton se unë e të ndigjova. Për më tepër, ne arritëm ta kthejmë shtetin edhe nën sanksione. Kosova nuk ka ngesë mrapa vetëm në vitin 2025, por Kosova është duke ngesë tash e 6 vite. Prej kohës kur është nënshkruar marrëveshja për stabilizim dhe asocim, në 2014 dhe që në 2016 ka hyrë në fuqi, dhe prej kur është marrë aprovimi për liberalizimin e vizave, do të thënë 2 momente shumë të rëndësishme për Kosovën, ne jo vetëm që kemi stagnu, por jemi kthyer pas. Pse po e them? Ka qenë shumë periudhë premtuese për Kosovën. Me të vërtetë, ne kemi pas në atë kohë dialogun, po flas deri në vitin 2016. Ne kemi pas dialogun në vazhdimsi, arritjen e marrëveshjes në Bruksel. Ne kemi pas marrjen e dritës së gjelbërt për liberalizimin e vizave në atë kohë. Janë plotësuar të gjitha kushtet në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asocim, i cili pas shpalljes së deklaratës së pavarësisë, si dhe pas vendimit të GND-s për pavarësinë e Kosovës, është dokumenti më i rëndësishëm që Kosova e ka marrë në politikën e jashtme dhe që e ka vullos shtetëndërtimin e Kosovës, dhe ne kemi mri me 5 shtete jo njëse me marrë një marrëveshje të tillë që e ka vullos rrugtimin tonë drejt BE-s, dhe prej asaj kohe është një stagnim. Jo vetëm stagnim, po kthim pas. Ne arritëm jo vetëm që nuk aplikuam për antarësim për marrjen e statusit kandidat në vitin 2022 në një formë komplet të gabuar, sepse në vend se kërkesa për marrjen e statusit kandidat të dërgohej në Bruksel, aty ku janë institucionet e BE-s, neve na u tha të dërgoj tek presidenca çeke, do të thënë që është komplet gabim në hapa dhe që gjë e cila nuk bëhet pa një shtet sponsorizues, pa një shtet përkrahës, nuk mund të aplikosh për antarësim pa e pas një shtet i cili të përkrah. Bosna ka apliku për antarësim për marrjen e statusit kandidat dhe partneri i tyre, shteti lobus, ka qenë Holanda dhe ka qenë Kroacia dhe vazhdojnë edhe sot ta përkrahin. Ka dole, veç jetu thonë s'kena asnjë shtet përkrahësa? Ne kemi apliku dhe nga Brukseli na është thënë dërgojeni kërkesën tek presidenca çeke, do me thënë gabim në hapa komplet. Apo të si vetë Brukseli na ka thonë me dërgute? Po pra, sepse nuk të kanë marrë partner serios. Sepse nuk e, vetëm ta përfundoj, jeton se unë e të ndigjova. Prej 2022-s, Komisioni Evropian është dashur ta trajtoj kërkesën tonë, asnjëherë nuk është trajtuar. Qysh bërë sipas teje partner serios, ka ndush me pas? Por ke shtete aleate, partnere, shtetet brenda BE-s, 27 shtete, patjetër që duhet ta kesh përkrahjen e tyre në procesin drejt integrimit në BE. Ashtu si që kemi marrë dhe kemi nënshkruar marrëveshjen për stabilizim dhe asocim, rrugtimin e njëjtë duhet të ndjekur në të gjithë procesin integrues. Neve na ka met kërkesa në sirtar dhe kur nuk është trajtuar nga Komisioni Evropian, i cili është mekanizmi i parë, institucioni i parë brenda BE-s, i cili ta jep dritën e gjelbërt për me procesu më tutje. Për më tepër, ne arritëm ta kthejmë shtetin edhe nën sanksione. Do me thënë, nën sanksione, ne i humbëm të gjitha fondet, arritëm që Kosovën ta sjellim buzë pezullimit komplet. Shembulli më i keq, vetëm ta përfundoj, dhe shembulli që kemi në rajon mjaftueshëm është Maqedonia dhe është Kroacia. Maqedonia ka qenë shteti i parë në rajon në procesin integrues vite më herët, 20 vite më herët, për shkak të politikave të gabuara, sot janë ku janë. Ndërkohë që Kroacia ka qenë shumë më pas se sa Maqedonia dhe sot është shtet antar në BE. Do me thënë, politikat e gabuara brenda të sjellin të kthejnë pas. Ne i humbëm fondet, ne ishim në sanksione, me nxi arritëm që t'i hekim sanksionet me lutje lart e poshtë tek ambasadorët e BE-s dhe u desh të gëlltisim kafshata të idhta, si që është legalizimi i pasaportave ilegale sërbe, në mënyrë që të na hiqen sanksionet dhe përfundimisht në seansat e fundit tani, para mbylljes së punës së kuvendit, i kaluan marrëveshjet e ndryshme ndërkombëtare, duke përfshirë edhe këto të planit për zhvillim, dhe vetë fakti që ne kemi kalu, për shembull, IPA fondet 2017-2018 tregon sa pas jemi.